Një ditë, një baba pa vajzën e tij teksa dilte nga shtëpia. Ajo ishte e rregulluar dhe e buzëqeshur, dhe në dorë mbante një telefon të ri. Ai e pa me qetësi dhe e pyeti: "Bia, çfarë bëre fillimisht kur e bleve atë telefon?" Ajo u përgjigj: "Bleva mbrojtëse për ekranin dhe i vendosa një kapak që ta ruaj." Babai tundi kokën. "Mirë, po më thuaj, a mendon se me këtë po e nënçmon atë që e ka krijuar?" Vajza buzëqeshi: "Jo, sigurisht." Atëherë babai bëri një pauzë të shkurtër dhe tha me zë të butë: "Pra, ti ke mbrojtur diçka që është e përkohshme, diçka që nuk ka vlerë të vërtetë, ndërsa veten e ke lënë të pambrojtur." Vajza heshti. Babai vazhdoi: "Bia ime, telefoni është vetëm një send. Nëse dëmtohet, zëvendësohet. Por nderi, turpi dhe dinjiteti që të ka dhënë Allahu janë më të vlefshme se çdo gjë në këtë botë." Pastaj shtoi me zë të ulët: "Islami nuk kërkon nga gruaja të fshihet sepse është pa vlerë, por të ruhet sepse është me vlerë." Në dhomë ra heshtja. Vajza uli shikimin dhe zemra e saj filloi të mendojë ndryshe nga pak qaste më parë. Pa thënë asnjë fjalë, ajo u ngjit lart. Pas pak qastesh zbriti përsëri shkallët, por këtë herë e veshur me modesti, me një veshje të ndershme që rrezatonte dinjitet. Babai e pa me buzëqeshje, ndjer krenari për vajzën që kuptoi se si duhet të ruhet një thesar i vërtet. Mësimi. Allahu ka urdhëruar modesti dhe dinjitet si për burrat, ashtu edhe për gratë, jo si barë, por si mbrojtje. Nëse kujdesemi për gjërat e përkohshme, edhe më shumë duhet të ruajmë atë që ka vlerë të përhershme. Vlerësoje veten duke u mbrojtur, sepse ti je më e shtrenjtë se çdo send. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni.